zona operative e Karadakut, ku edhe ka funksionu njësiti juj, sa aksione i ka ndaj pozbloqeve apo ndaj ushtrisë serbe? A mundesh më na tregu, jo kur ata ju kanë sulmu juve, po a ka raste kur ju e keni sulmu, ju keni vepru, jo vetëm ata kur sulmojnë edhe ju mu mbrojt? Kujtohet një mbrëmje kur erdh Agroni, është i Tërbufçit, tash është i vdekur veç. Agroni Tërbufçit? Agroni, po. Edhe motën e ka dëshmore. Edhe aju më ka Zylfia, po. Na pruni neve një informat, e kishë ndëgju edhe aj që do të vinë disa, ata këshin qenë njerëz të sigurimit, një Tushiqi edhe Vasiqi. Po, njerëz sigurimit, edhe ata kanë në ardhen, edhe këshin thonë se gjoja se mi marrën 3 kere. Një të vetën edhe 2 dhe të kështu, 3 kere mi marrën, edhe sigurisht kanë kërku ata mi bona i drejken e dishka kështu, se s'po du me ju në ato detale, u vendasëm aty, u pozicionun, ata që ishim, edhe po presim, kur kanë ardhë, aty veç ka krisë. Hakmarja. Edhe u kry me sukses. U kry me sukses. A nëse mundesh me na dhënë edhe emrat e bashkëftarëve me ka e keni zonë pritën nëse po kështu. Bon me thonë. E kemi pasën Ismetin, Ceti thëshmi nisha. Mandej ka qenën Refiki, Gjilani, komandant Gjilani. Ka qenën Drangoj, Halil Shala. A pseudonime? Me pseudonime, po Halil Shala. Mandej Vali ka qenë, Vali Veli Murati. Edhe unë e kom qenë, se di arroa, 6 kemi qenë. Milazimi? Milazim Iftarin, po, 6 kemi qenë. Aksionet të varrezat të varri i Albanajetit dëshmorit? Na, ta shu pozicionum, bashkë aty ku është vorri Albanajetit. Bashkë aty. Edhe aty, nuk po thome 2-3 metra, po nuk ka pas 7-8 metra. Shumë afer pozicion? Afer ka qenë, 7-8 metra. Edhe shumë shpejt ka përfundu aty. Shumë shpejt ka përfundu. E kam komunikatën qëto? Po. Për ndërprej. Informatë për shkruan këto, zona operative Karadakut, mbrëm rrethorës 20:45, njësiti Gueril i batalionit të parë Pajazet Ahmeti Paja, i brigadës 171 Kadrizeka të zonës operative të Karadakut, ka kryer një aksion të suksesshëm duke asgjësuar një bandë kriminalësh në fshatin Zhegoc i Epër, komuna e Gjilanit. Banda qetnike serbe përbër prej 5 vetash nga ushtar të rregullt paramilitar, e prir nga epërori aktiv Dragan Sreten Milošević, i datinjes 20 tetor 75 në Aleksinac. Aleksinac, po. Me të kthyer nga plashka në vendin e quajtur Hanet, afër varrezave, aty ku prehet trupi dëshmorit të ushtrisë son, Albanajeti u godit për vdekje dhe jo mor armatimi, njësiti u kthy në bazë pa humbje. Ka po e lezon ti, unë po më duke që aty jam. Ja u morëm dokumentat, edhe shkumna. E qëfar njësit ishin kanë këta? Ata kanë qenë njësiti i Tigrat e Arkanit. Jo. Po Tigrat e Arkanit. Njeni veç se dhja një dita 2, sa e kish kry me datë shërbimin ushtarak. Para se me përfundu? Para se me përfundu. E gjatë dekën? Po. Edhe kemi shku tash në bazë atje, më kujtohet si kur fëmija dhe unë e kom bo, kur kemi shku atje, kur jenë ullë krejt aty, e kom ndera automatikun edhe 1-2, sot janë një diplomu atje, janë në plafon të asaj shpijes atje. Pikzimit? Sot pikzimit. Pikzimet aty nuk ka shku shumë ku, bile u fregun aty që shka ndodhja. E pse gjithë këtë gëzëm? Po, a ka ma knasi se me ndirë hakin.
me ndjerë hakin edhe për dëshmorët edhe për prindë unë e kishë. Do me thonë, këto dy aksione që i ka marrë njësiti juj edhe kanë rezultat suksesshme, mujna me thonë që unë për tjerat nuk po di në zonën operative të Karadakut që ka pas aksione. Nëse kom haru, mund është me korrigju. Për njësive tjera, po për... Jo, për njësi... A di pse po e thamë? Se unë edhe privatisht a thashtë më herët që këtë rrëfim ja ki pas bërgj spari familjes tonë, familjes dëshmorëve, që shumica sot, 26 vjetë sa, 27 vjetë pas luftës, ende nuk e din që në këto anë dikush ka marrë hak për ta. Dikush i ka sulmu. Se gjithmonë ne po krenohemi kur ata po na sulmojnë. Por realisht ju me njësitën e juj, ka ndodhe kundërta, i keni sulmu dhe keni tregu.